Një këshill për të gjithë ata të rinj dhe të reja që duan të martohen. Mirni shembullin e Musait a.s. se si e përshkruan Kurani dhe çfarë cilësie zgjodhi Musai a.s. për të martuar me vajzën e Shuaibit a.s. Musai a.s. kur iku nga Egjipti për në Medjen, aty takoi dy vajza të cilat nuk mundnin të mbushnin ujë për bagëtitë e tyre, shkaku i disa burrave që ishin aty pranë. Musai a.s. ju ndihmoi atyre vajzave dhe e ul nën hijen e një druni apo një peme, edhe vajzat kryin punë dhe shkuan te babai i tyre edhe i treguan babait se takuan një njeri që ju ndihmojnë. Babai dërgoi njërën prej vajzave që ta tharas Musain a.s. që ta shpërblej për ndihmën që u kishte dhënë vajzave. Kur erdhi vajza ta thras Musain a.s. se babai i saj e thret të takohet, Kurani kështu e përshkruar. Rrugës, kur shkonin prej vendit ku ishte Musai deri te shtëpia e Shuaibit a.s. Thot Kurani famulart në surën Kasas ajeti numër 25. Fejaethu ihdahuma tamshi ala istihya'in. I erdhi njëra prej vajzave, erdhi te Musai a.s. e cila ecte e turpërueshme. Shikoni Allahu xhaleshanuhu se çfarë cilësie kërkon kur don dikush të martohet, një i ri apo një e re, çfarë cilësie duhet të shoh, edhe çfarë karakteri dhe tipari duhet të zgjedh nga gruaja që don të martoj ose nga burri që don të martohet me atë. Thot, erdhi njëra prej vajzave e cila ecte e turpërueshme. Allahu xhaleshanuhu këtu nuk e përshkroi formën e vajzës, sytë e vajzës, fytyrën apo bukurinë, gjatësinë e vajzës, por e përshkroi tiparin moral dhe etik, do me thonë, e përshkroi nderin dhe moralin e saj. Erdhi e turpërueshme, kokë ulur. Edhe Musai a.s. mu me këtë vajzë pastaj u martua. Të dashur miq, të nderuar të rinj dhe të reja. Edhe pejgamberi a.s. thot, kur doni të martoni një vajzë, edhe e kundërta, kur doni të martoni një djalë të ri, shikoni këto cilësi tek ato. Mos shikoni para pasurinë, veturën e gjëra tjera. Çfarë thot? Shikoni fen dhe moralin e tij, kjo është e para. Pastaj shikoni pasurinë e tij ose të saj. Pastaj thot shikoni dhe bukurinë, edhe kjo nuk është ndaluar në Islam. Pastaj shikoni edhe prejardhjen e saj, fisin e saj, nga vjen, çfarë fisin, çfarë kabilje, kështu me radhë. Mirë po thot, zgjidhni fen dhe moralin e saj apo të tij në qoftë se doni të jeni të lumtur, sepse bukuria zbehet dhe kalon, pasuria humbet, edhe fisi, nga fisi ndahet, shkon te burri, e kështu me radhë. Do me thonë, ajo që mbet për gjithmonë dhe që e zbukuron karakterin e një gruaje, një femre dhe një djali, është feja dhe morali dhe turpi. Kështu e përshkruan Kurani famulart. Ecte e turpërueshme. Do me thonë, nëse ka turp, ajo është zbukurimi që nuk plaket kur. Nëse s'ka turp, siç ka thënë pejgamberi e Islam, nëse nuk ke turp, bën ç'të duash. Njeriu që s'ka turp bën gjitha të zezët. Ai që ka turp ka kujdes në kokën dhe në karakterin e tij apo të saj, gjithmonë kontrollin e Allahu xhaleshanuhu. Allahu na udhëzoj dhe na ruaj të gjithë neve, sidomos të rinjt dhe të rejat e kësaj epoke shumë të rrezikshme. Wassalamu alaikum.